vërtet kam ardhje, kam ardhë të shpëtoj ty. Dhe thash planin ty. Su duket që ka në ardhë për dikon këtu, ka në ardhë për veti. Ose ka në ardhë për veti, mu më pëlqenjë. Kur të kohën pyeta si është mami, edhe më bëre skip. Ore ju s'keni tajare për skinën tuaj, se nuk po e bëni. Ju vendisni zjarin aty. Kë do ishim nesër, kë do ishim pas nesër. E keni nevuar kushtin. Ç'kiti, u mërzite me mua, pse më flet tash? Ti bëre diçka të papranueshme. Si kalama kopshti. Vin me qasin që aty është një energji negative, aty këto njerëz janë pozitiv dhe këto janë negativ. Për një javë Ç'kiti, pse kuriozosh ç'a do ndodhi me mua? Po je një prej femrave, pra. Sa vjeç e di? Shënci ka. Pse nuk bëj kaq pronën? Pro mua bete kot më shëdër. Jo, do ndryshojmë komplet edhe ti 17 me ne federat, okay? Kot është drejt, gazin flesh. Kot gjithë do kërkojnë azil te federata jon. Këtu do jemi. Po ti Henry, çfarë bën e ke? Ka marrë vesh ti e qitës, po deri tash si të ushëtur. Zhagu është për mendimin tim on top. Kostana më duket pak e tërhequr. Hyrë me prodh madh, pastaj sikur u qetësuat. Po, sa kish këtu me urrëtie vajzani. Unë veç për dashurinë që kam dhënë jam për fol. 2 muaj ke bërë gjën më boring që ekziston. Garullën brez edhe kanë ardhur të japin ushqim Mozambik. Ma filmoj e gjys këto 2 vajza, 2 gra. Kanë hyrë thjesht për spektakël. Nuk din as vetë se kanë hyrë këtu. Është një moz po adoleshente. Vuajnë të dyja nga njëjta sëmundje që është protagonizëm. Nuk është protagonizëm, është egocentrizëm. Do të ulen me këmbë në tokë dhe do ta kuptojnë më mirë dinamikën e shtëpisë. Neve po e diskutonim dhe thamë, jemi shumë të lumtur që keni ardhur të dyja. Po, dhe unë jam shumë e lumtur që kemi ardhur në të dyja, se ju kanë ardhur njerëzit e dur. Kishit marrë full. E kanë dhënë një dinamikë dhe energji tjetër komplet fermës. Qeu. Ja. Unë kam pritshmëri më të mëdha nga Ana se sa nga Zhaku. Do hani në gjë për mëngjes? Jo, unë jam Do t'ajmë ty. Unë zakonisht ham pas vekja. Me Sara do t'japim zemrën e Mozës. Nuk e dua, faleminderit. Shfaqen si 2 ushtarë të Mozës, ishin sot. Romir, po ti si ndihesh që je baba i Sarës të shkollës? Po, është ide e këtu. A tjetër njëri nuk e shoh gjykun. Ka ndjesi shumë të madhe inferioriteti. Unë jam vetë lider. Jo, bën shumë mirë që je lider. Shkoj unë mes liderave. Manipulimi është i çdo lloj forme. Mund të jetë aq i sofistikuar joti për shembull, dhe i drejton njerëzit me një lloj forme që nuk ju duket sikur po i kontrollon dhe drejton. Unë atë e kuptoj. Të dyja shumë të influencuara nga perceptimi që kanë për ne të gjithë nga jashtë. Çfarë bën në jetë? Këngëtare. Jo, më pëlqeu. Besoj je njohur derisa të ka sjell këtu. Shikoj që ka hyrë me një lloj energjie negative shumë të madhe. Ju bëf të mirë, zonja Mimoza. Çfarë të thras, zonjush apo zonjë? Hynia juaj mund të më thrasësh. Nuk e ka pritjen aq të butë dhe të mirë siç e ka Kostana. Dica herë dhe më ka provokuar, po i kam anashkaluar. Unë atë Kostanën nuk e shoh fare. Është në gjumë gjithkohës. Më pëlqen më pak në karakter si është qasur deri tani. Njerëz dhe maska, që ditë smarojnë. Ke marrë babanjut apo do lajmi nudo bashkë? Nudo, Se dhe Moza e ka thënë shumë herë, po se ka bo kur. Po Moza lafe ka, unë kam vepra. Kum hi me mbrojt Mozën, do është i pas me morë famën e Mozës, a qa, se s'po morëm vesh.